këpuca e konsumuar hidhet. Hidhet? Nuk riparohet? E riparohen ajo qahet. Se ka skadencë. Po si ka mundësi që se hodhen shqiptarët pra, si tani edhe këpucë e konsumuar thoni ju, edhe prapë e zgjodhen. Edhe më bindshëm se sa herë të tjera. Nuk e di, është çështje shpirtërore ajo. Kë pëlqen? Kë përfaqëson kjo parti? Çfarë përfaqëson? Po pse gjithë populli kaq janë të ndarë, PD, PS. Po të gjithë këpucë konsumuar janë apo? PD-s nuk voton për PS-n. Ai PS-s nuk shkon, kur shkon voton liderin. Edhe lideri është i rëndësishëm, është Basha, shumë i mirë, i formuar, orator. Nuk e duan, e nxorën për. Po duhet të jetë me energji dhe i bindshëm për ato që thot edhe ti zbatoj. Njerëzit nuk e kanë këtë besim. Po pse njerëzit? Kush e ka fajin? E ka fajin politikanëve, kemi ne fajin. Du të gjejnë pika të dobta, strategji që politikanët. Po, strategji që atë që e thonë ta zbatojnë. Ju sa i shitet votën? Unë nuk shes asnjëherë vot. Pse? Unë nuk shes unë votoj për atë që unë mendoj, kam bindjen për këtë edhe them që ky njeri, unë te ky kam besim, s'kam te tjetri. Po pse se ke shit votën? Kishë marrë 200 euro, 300 euro, 500 euro. Jo, nuk dua. Unë dua. Pa, kishë marrë diçka. Jo, unë vota juaj që votuat ju me bindje. Pse? Pa, çfarë ndryshimi bone e vota juaj për shemb? Jo, unë votoj për liderin dhe s'kam nevojë. Për lider apo për? Për liderin se ai edhe për bindjen, edhe për lider. Jo për lider, si kështu. Edhe për lideri është kryesor. Kur bëhet, po unë jam mësuese dhe kur bëhet ai rrethi atje në tavolinë. Mos e ngatro konceptin e politikës dhe Jo, se kanë lidhje ato. Edhe zgjidhet lideri. Kush është lideri i grupit? Ky. Ama menaxhon ai aty. Nuk e bën rrëmuj gjën. Nëse nuk ka strategji për një zhvillim, për një përparim, duhet më mbushin mendjen. Unë s'po them, edhe Rama, edhe Berisha, po duhet të kem bindjen, unë them, edhe bëj zgjedhjen e duhur, atje ku mendoj unë që mendoj. Ti mendon se ke bërë zgjedhjen e duhur vetë? Po. I bërë pishman? I penduar? Nuk bën pishman, po më vonë, nëse në do jetë kjo gjendje, për shembull mund të ndryshoj. Mund të ndryshojnë mendësi pasaj. Kjo që ndodhi për ta mbyllur tani, kjo që ndodhi, çfarë të ka lumturuar apo të ka gëzuar? Unë do shikoj perspektivën, nëse do vazhdoj për përparësi, e për krah, nëse do jetë ndryshe, si e shet? Nuk ka zhvillim, nuk ka ecuri, nuk ka mirëqenie, unë dua mirëqenie, ore, të ha mëngjes, drek, darkë, të ha pilaf me fileto. Jo pilaf, po të ketë një menu të shëndetshme. Një menu të shëndetshme dhe unë t'jem e kënaqur. Kemi marrë një gazetar të ri këto kohë të fundit. Në fakt, me që u përmendet, ju jeni, siç e thatë, jeni mësuese. Her pas here, kryeministri joni përmendi burrat i thatë shyryk. Po kaq të ditur janë vetë këta politikanë që i çojnë burrat shyryk ose popullin? Ajo është çështje. Unë nuk mund të paragjykoj se është çështje. Pra ju vini ke edukimi, është pak ofenduese, po është edhe për të përfituar. Ai do të bëjnë dasin për shembull meshkuj, femra, kush janë më të zgjuar, femrat apo? Nëse s'është as pa shkollës as femra atëherë, përderisa i tha burrave çyryk. Tani jemi demokraci dhe njerëzit shprehen si të duan, janë të lirë. Ne për të cënuar tjetrin, jo për të tani cënuar, është çështje tjetër. Është ofendim, është. Ashtu është. Ishte logjike pjesa që u tha femrave dhe sidomos pasaj akoma më rëndë edhe fëmijëve që shikoni ju në internet. Që kanë votuar. Për këtë e ka djali, thot pra si ka mundësi që i ka thënë ashtu dhe prapë kanë votuar, apo jo? E kanë votuar sepse besojnë, ore. E besojnë, ore, të shkretën e besojnë, e ke dëgjuar shprehjen e popullit? A mos kemi qef që na hipin, ta kemi mbi shpinë gjithmonë? Jo, unë nuk jam për atë. Unë dua demokraci, liri edhe mirëqenie, kaq.
Mos ishe të falenderoj shumë për fjalët e vyra që na. Faleminderit dhe kënaqësi. Përshëndes, jeni mirë. Për bisedën. Nuk me dy fjalë. Do të thoshe dy fjalë tjera, ha? Prit më ta mbyll atë me pa. E mbyllëm tani, e mbyllëm. Se ka mbyllur. E mbyllëm. Është teksti përgjithë.